E të dashur shikues, tani është koha për bisedë, të cilën do ta realizojmë përmes një lidhje direkte. Drejt për drejt, prana lajmërohet nga Ferizaj, Besim Ugzmaili, me cilin do të flasim për shfaqjen e tij më të tretë të titulluar 150 vjet qytet, por për më shumë rreth kësaj shfaqje, sigurisht që e kemi këtu në këtë lidhje direkte vetë regjisorin e shfaqjes. Përshëndetje Besim, është kënaqësi gjithmonë të të kemi këtu në Ekspres. Përshëndetje, gjithashtu kënaqësi me folë për idetë tona, për projektet tona të reja në KTV në Ekspres. Është kënaqësi edhe për ne gjithmonë. Pra shfaqja juaj e radhës, Ferizaj 150 vjet qytet, po vjen premier për gjithë qytetarët në Ferizaj. Me datë 3 qershor, të gjithë mund ta ndjekin shfaqjen në Teatrin Adriana. A jeni gati për me i prit mysaferët dhe çfarë mund të pres publiku? Po sigurisht ka qenë një projekt i cili ka fillu më shumë se një vit, po thuaj se 2 vite që ka fillu, për shkak se fillimisht ka qenë një proces i kërkimeve dhe shfletimit të historisë qytetit Ferizajt, i cili është bërë në mënyrë të kujdesshme nga jetën e Ziraj. Mandej përcaktimi i zhanrit se si do të rrëfejmë këtë histori, kem ardhur në përfundim që rrëfimi klasik me karaktere për cilat flet shfaqja nuk do të ishte ndoshta i duhuri dhe kemi ardhur në përfundim që kjo të bëhet një farë lloj operete, një farë lloj përzierje e deklamimit nga aktor dhe përcjelljes së tyre me një lloj ilustrimi vizual përmes videove e në veçanti përmes korit si parantum në krye me Memli Kelmendin dhe kem rri po besoj te një shprehje krejtësisht unike për historinë e qytetit, e thënë në këtë formën e deklamimit edhe të korit si parantum. Do të thonë një zhanër mendoj që nuk është paku këtu në Ferizaj, edhe një formë rrëfimit e cila po besoj do të jetë shumë lehtë e absorbueshme edhe prej shikueshmërisë edhe prej mysafirëve, të cilët mezi presin të takojnë në datën 3 në ora 8 mbrëmje. Po të ndalemi pak më në detaje pra tek përmbajtja e shfaqjes. Ajo prava vetes e the pak a shumë, përmban edhe një mesazh goxha domethënës. Ta shpalosim pak atë. Po qyteti i Ferizajt tash sfundmi ka festu, si më thonë, 150 vjetorin që njihet si vit jubilej, përkatësisht si datë zyrtare e formimit të qytetit, pavarësisht që shfaqja flet edhe për vendbanime për rreth qytetit Ferizajt, të cilat janë sigurisht shumë më herët. Mirë po, siç gjithë po besoj e dinë, stacioni i trenit edhe hani Ferizit kanë qenë 2 pikat kyçe të cilat njihen edhe si një farë lloj themelimi i këtij qytetit, edhe rrëfimi flet kryesisht në këto periudha, do të thonë periudhën para themelimit zyrtar të qytetit, flet për vendbanimet e mëhershme në këto treva. Pastaj një rrugtim prej themelimit deri te ngjarjet e rëndësishme të qytetit, siç është Kuvendi Ferizajt, ngjarjet e rëndësishme të luftës ballkanike në rajonin e Ferizajt, mandej shkollat e para në këtë hapësinë për vazhdu tutje në luftën e parë botnore, që është menjëherë pas luftave ballkanike, tutje në luftën e dytë botnore, në kohën e një farë lloji apartheidit cilën ka përjetu këtë Kosova, po sigurisht edhe Ferizaj, demonstratat që janë aktivitet i njohur në këtë qytet për vazhdutje deri te represionet e viteve të 90-ta e deri tek lufta çlirimtare e vitit 98-99 për me kulmu me pavarësinë e Kosovës, përkatësisht edhe të Ferizajt. Do të thonë kjo është një lloj overtyre, një lloj rrugtimi në për historikun e qytetit. Pa u ndalë në secilin detaj, për shkak se është e pamundshme me një shfaqje të përmendet gjithçka, mirë po duke shkoqit momente të rëndësishme historike të cilat rrëfejnë për këtë qytet, edhe për lavdin e kësaj treve, si për nga aspekti politik, ashtu edhe për nga lufta për shtërim, edhe qytetaria që i ka ndihmuar edhe zhvillimit ekonomik, por gjithashtu edhe kulturor e sportiv në këtë vend. Sigurisht. Po të flasim pak edhe për procesin e punës, pra deri në finalizim. A keni pasur ndonjë vështirësi edhe gjatë rrugës sa i përket realizimit të shfaqjes? Vështirësitë kryesisht kanë qenë të natyrës profesionale, për shkak se është kërkesë e madhe ky miksimi i
lojës aktore, përkatësisht deklamimit, rrëfimit në një stil dokumentaresk, kështu të ngjarjeve që ka ndodhur me Ferizaj, gjithashtu shkrirja këtyre rrëfimeve me këngë të cilat janë të punuara, të shkruara ekskluzivisht për këtë shfaqje, do të thonë të cilat do të interpretohen nga Kori Si Parantum dhe janë të kompozuara nga Memli Kelmendi. Shto kësaj faktin edhe ilustrimi i materialeve të cilat kur nuk janë të mjaftueshme nga arkiva që lidhen me videot edhe me fotografitë e këtij qyteti. Sigurisht që vështirësitë kanë qenë jo të lehta në aspektin profesional, ndërsa në aspektin organizativ e logjistik të punës me aktore, me kor, gjithçka ka shku në rregull dhe po besoj jemi rrugës të mirë për me i ofru një ngjarje interesante, konsideroj një zhanër që jo shumë është konsumu, veçanërisht në teatrin Adriana ku do të shfaqet, edhe jemi në final touch këtu në pjesë e fundit prekjeve të fundit krejt përmbajtjes për me pas edhe provat generale të cilat sigurisht që do të shpërfaqin krejt punën tonë dhe do t'i shohim çka po mungon, çka jo, nëse gjithçka do shkojnë në rregull, për me kulmu me datën 3 kur edhe shikuesit jo vetëm të Ferizajt do të kenë mundësi ta shohin këtë shfaqje në teatrin Adriana. Po si e keni inkorporuar edhe muzikën në këtë projekt? A mund të na shpalosësh pak më shumë detaje rreth kësaj pjese? Po, sigurisht prej kërkesës të shkrimit të këtij projekti, normalisht që ka qenë ideja që t'jene disa këngë, përkatësisht kompozime muzikore, që do të vinë përmes një kori, dhe me thonë qysh prej kërkesës të parë me realizu këtë shfaqje ka qenë konceptuar në këtë formë. Normalisht që këngët janë disa të ridizajnuara që kanë ekzistuar edhe më herët, që lidhen ta zë me Sef Kosharën ose Mitso Kolin, që janë, si me thonë, kryeherojt e luftrave të mëhershme këtu në Ferizaj, për të kulmu mandej edhe me Balad Miku, që është një këngë shumë interesante e komponuar për luftën e Jezerës, edhe për të përfunduar krejtësisht në fund me korin e qytetit, me himnin e qytetit, interpretuar nga Kori Si Parantum. Gjithashtu ka disa lajtmotive që lidhen me eposin ton, edhe të cilat e përcjellin, si me thonë, deklamimin përkatësisht lojën e aktorëve për gjatë kohës. Do të thonë, nuk ka qenë e lehtë sigurisht, po puna me profesionistë të tillë siç është Memli, siç janë aktorët Nexhati, Shpëtimi, Sherifi, Dora, Blini, është një lehtësim i madh që me shku drejt një koncepti të realizuar plot ashtu siç është konceptuar fillimisht. Unë desha të pyes pikërisht për këtë pjesë, pra për aktorët, sepse në këtë projekt, në çdo shfaqje, aktorët luajnë një rol goxha të rëndësishëm. A si ishte puna me ta? Ishte shumë e mirë, nuk ka qenë një proces i gjatë për shkak të natyrës edhe formës të realizimit të këtij projekti. Kemi edhe shumë gjëra për të bërë, mirë po marrëveshjet rreth konceptit dhe formës së realizimit së shfaqje i qojmë, si me thonë, deri në fund, edhe kjo mundëson që një punë më të lehtë, me gjithë këta aktorë kanë pas rastin për edhe projekte tjera, e njohim njëri tjetrin, e njohim procesin edhe çdo gjë ka qenë jo shumë e vështirë, përveç atyre vështirësive që secili projekti ka, të përsëritjeve, të provave, të organizimit. Mirë po puna me aktorë ta emra që i përmenda gjithmonë është kënaqësi edhe një farloj lehtësimi për me çu projektin deri në fund. Po si mendon se do të pritet shfaqja nga qytetarët, pasi që shfaqja është krejtësisht e dedikuar për qytetin e Ferizajit, po besoj emocionet do të jenë akoma më të veçanta. Po besoj që do të pritet mirë, do të kem parasysh që me një shfaqje është e pamundur të thuhet gjithë historia e një qyteti. Po. Gjithmonë interpretimet e shfaqjeve janë subjektive dhe unë sot do të rrëfej për Ferizaj, nesër mund të rrëfej dikush tjetër për një pikë vështrimi tjetër. Do të thonë, pavarësisht është e pamundur thuhet gjithçka për një qytet me një shfaqje, mendoj që kemi shkoçit momente shumë të rëndësishme të Ferizajt dhe pres që publiku t'i përqafojë ato. Po shfaqja do t'jetë me bileta, ndoshta t'i informojmë pak më mirë të gjithë ata që dëshirojnë me qenë pjesë e shfaqjes, me pa nga afër shfaqjen. Jo, hyrja do t'jetë e lirë, për shkak se projekti fillu më herët, i cili nuk parashihet të ketë bileta, hyrja do t'jetë e lirë dhe qytetarët do të kenë mundësi që sa më shpejt t'i rezervojnë vendet përmes
numrave që janë publikum në faqen e Teatrit Adriana, të sigurojnë ulset edhe të vinë me datën 3 në ora 8 të shijojnë një rrugtim në historinë e Ferizajt prej ditëve të para deri në ditët ku po jeton. Po, edhe për juve besim po besoj që është privilegj dhe krenaria e madhe që të kontriboni në një shfaqje që qëllimin e ka tillë, pra për përvjetorin e 150 pra të qytetit të Ferizajt, apo jo? Po sigurisht, unë jam prej këtij qyteti edhe normalisht që është kënaqësi e privilegj për mua që t'i rrëfej qytetarëve historinë e Ferizajt në variantin artistik me aktor të jashtëzakonshëm, me Korisin Parantum, edhe me memlin në krye të krejt përmbajtjes muzikore, kështu që mezi po pres me nda këtë rrëfim edhe këtë aventur me qytetarët e Ferizajt. Faleminderit shumë, besim që i ndave këto minuta me ne dhe ishe pjesë e Ekspresit edhe në këtë formë. Je gjithmonë i mirëpritur këtu dhe është gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, e mirupafshim, jeni të ftuar me datën 3 me përcjell këtë ngjarje, po patët mundësi, jeni shumë pjesë e ardhur. Faleminderit shumë dhe ju shkoft mbar gjithçka. Faleminderit.